Fshati Drisht, pjesë e njësisë administrative të Postribës në Shkodër, njihet prej dekadash për traditën e hershme në kultivimin e qepës dhe qepujkës, kultura bujqësore që kanë gjetur kushte të përshtatshme në tokën dhe klimën e zonës. Me nisjen e sezonit pranveror, banorët janë rikthyer intensivisht punëve në bujqësi, duke mbjellë sipërfaqet e tyre dhe duke përgatitur tokën për një prodhim sa më të mbar. Puna në ar vjen çdo ditë, shpesh në kushte të vështira edhe me mjete tradicionale, por për shumë familje kjo mbetet burimi kryesor i të ardhurave. Ndër fermerët e zonës është edhe 76 vjeçari Bajram Bregu, i cili merret me bujqësi që prej moshës 15 vjeçare. Me përvojën e fituar ndër vite, ai vazhdon të punojë tokën e tij së bashku me familjen, duke u përkushtuar në çdo fazë të procesit, nga përgatitja e tokës deri tek mbjedhja dhe kujdesi për kulturat. Si shumë banorë të Drishtit, edhe ai shpreson për një sezon të mbar prodhimi, që jo vetëm do të sigurojë jetesën e familjes, por edhe do të vazhdojë traditën bujqësore që karakterizon këtë zonë. Unë qysh për klasë 8, qysh 15 vjeç. Me çfarë po e mbjellni tokën? Tokën me qepujk, na e ke kultura jonë. Zërsavate, domate, pak fasule. Ku e traktoni këtë malë? Po në Shkodër, të shumit edhe. Çfarë bën të veçantë kulturën e qepës këtu? Po edhe toka edhe klima, po e kanë tërshiguar me këtë. Tani me këtë punë merren. Si të më Drishtit, të mos qepën, qepujkën. Këta janë kultura që marrën diçka, mendoj me marrë diçka ndaj. Tradita e kultivimit të qepës dhe qepujkës vazhdon të përcjellet nga brezi në brez, duke u ruajtur si një vlerë e rëndësishme e komunitetit.